Kurani fisnik dhe lajmet që përcjell për të ardhmen. Në Kuranin fisnik ka shumë lajme të dijes së fshehtë edhe për të ardhmen. Pjesa më e madhe e Kuranit trajton domethënien e dijes së fshehtë, gajbin, si kuptim të gjerë, kurse lajmet për të ardhmen, për tokën dhe ngjarjet, Kurani ka paraqitur në shumë vende. Lajmet e së ardhmes që ka lajmëruar Kurani kanë pasur lidhje me ngjarjet e kohës së fundit, por edhe me ngjarjet e afërta kanë patur lidhje me kohën e të dërguarit të Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Shembulli i kësaj urtësie është Surja Rum, kur pejgamberi paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij ka qenë në Mekë, besimtarët kanë qenë të pakët në numër, kurse idhujtarët ishin të shumtë. Në atë kohë ndodhi një luftë midis persëve dhe romakëve, mes dy mbretërive më të mëdha të kohës. Persët kanë qenë zjaradhurues, kurse romakët kristian. Zjaradhuruesit imposhtën romakët kristian dhe kjo i gëzoi shumë idhujtarët e Mekës. Idhujtarët e Mekës këtë ngjarje morën si një augur të mirë dhe kujtuan se edhe ata do të triumfonin ndaj Muhamedit, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, por erdhi sureja që t'jap lajmin. Elif Lam Mim. Bizantët, rumët, u mundën në tokën më të ulët më afër tokës arabëve, por pas disfatës atyre, ata do të ngadhënjejnë brenda pak viteve. Çështja është vendimi i Allahut, fillim e mbarim për disfatë dhe për fitore. E atë ditë, kur do të fitojnë Bizantët, besimtarët do të gëzohen për ndihmën e Allahut. Ai ndihmon atë që do dhe ai është i plot fuqishëm, mëshirues i madh. Ky lajmërim ka për qëllim të vlerësoj besimin te i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, për atë që thot për shpalljen e cila i është zbritur atij, si dhe për të forcuar besimin e myslimanëve dhe të tjerëve. Ky lajmërim në atë kohë kishte qëllime të mira dhe urtësi. Në një vend tjetër numri i idhujtarëve ishte shumë i madh, kurse myslimanët vetëm pak fare. Idhujtarët u thonin gjithmonë myslimanëve se do t'ju mposhtim. Në dukje tema është logjike, sepse ndërmjet dy grupeve që përgatiten për luftë, mes tyre nuk krahasohet ana materiale, as numri, as fuqit potenciale dhe as një gjë tjetër. Allahu i madhëruar në një ajet për gjendjen në Mekë ka përcjell një sfidë, a mos po thonë ne jemi një grup ngadhënjues tokë të bashkuar, grupi do të pësojë disfatë dhe ata do të kthehen prapa. Allahu i madhëruar u premtoi besimtarëve se sa afërmi do të kenë një triumf dhe i lajmëroi për këtë. Dëshmia e tretë dhe e fundit është ajo që përmendet në surën Fath. Allahu ëndrrën e të dërguarit të vetë e vërtetoi me realitet se me vullnetin e Allahut do të hyni në xhamin e shenjtë në Qabe të siguruar, t'i ruani flokët e kokave tuaja, t'i shkurtoni e nuk do të keni frikë. Pra ai ka ditur atë që ju nuk e dinit, para kësaj ju dha një fitore të shpejtë, Hajberin. Kjo ngjarje ndodhi më vonë. Pejgamberi paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij dhe myslimanët u futën në Mekë me kokat e tyre të ruara.